Open your eyes, open your mind. We are the wings, wings. If your hand is holding mine, we can fly to space and high, and together we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant. You light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Open your eyes, open your mind. We are the wings. It's a magic night. The sky is all blazing. New adventures are calling for us. Join the wings. We can ride without no time for hesitating. Bring color to the world with your imagination. Wings, love forever and ever. Wings, if your hand is holding mine, we can fly to space and high, and together we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant. You light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Wings, you magical wings. Among the stars you are wings. A mystical light of fire under the sign of wings. Leila humbi shikimin në luftë kundër valtorit në botën ujore të Androsit. Po kush është magjistari misterios dhe ç'lidhje ka ai me Blumin? Jam shumë e shqetësuar për të gjithë. Nuk duhet I kisha lënë të shkonin vetëm në Andros. Ato s'janë vetëm Stella, ka njëra tjetrën. Ato janë shumë të fuqishme dhe po të isha në vendin tënd do të Por jam shumë e shqetësohesha. tensionuar duke marrë parasysh dhe ato që po ndodh në Solaria, po çmendem fare. Cassandra I ka bërë magji babait tim dhe po bën gjithçka që të bëhet mbretëresh. Më ndihmoni! Stella, ç'po ndodh? Regulls, ky përbindësh nuk është vajza jote. Dëgjoje zërin tim, ky përbindësh nuk është vajza jote. Tani bëj si të them unë. Roje, largojeni këtë krijesë të mërshme. Kjo s'është vajza ime. Jo, babi, jam unë! Punë e pashme bi, dhe ta mendosh që ky është vetëm fillimi. Më duket sikur të gjithë njerëzit që unë dua janë në rrezik dhe më duket vetja e padobishme. Kush është? Jam unë, Griselda, hape derën. Oh, jo! Dua të di se çfarë po ndodh. Ju të gjitha munguat përsëri në shkollë sot dhe asnjëra nuk raportoi në infermieri. Transformohuni shpejt! Unë po filloj të shqetësohem. Nuk kanë më temperaturë, por kanë ca nga ato shenjat e lis. Dhe thonë që është një sëmundje ngjitëse, por për fat të mirë nuk zgjat shumë, kështu që do të kthehemi në shkollë pas disa ditësh. Në rregull, të shpresoj. Në rregull, natën e mirë. Më vjen shumë keq, Leila. Shpresoja ta prishni magjin që Valtori të hodhi tek syt, por ajo është shumë e fuqishme. Në emër të Valtorit do të verbohesh në përjetësi. Leila! Nuk mund të shikoj! Leila! Nuk mund të shikoj! Ne jemi këtu, Leila. Jemi për krah teje. Jam verbuar! Pra do të mbetem me verbur për gjithë jetën. Mos fol ashtu. Ne do të kërkojmë dhe do ta gjejmë ilaçin. Nuk do të heqim dorë derisa ta gjejmë. Shumë mirë e the, Flora. Ndërkohë ne të gjitha do të jemi sytë tu. Të japim fjalën. Faleminderit, vajza. Shikoni atje, diçka po vjen. Është një siren, por nuk është si ajo që na sulmoi më parë. Ajo nuk e ka shenjën e Valtorit. Unë kam ardhur në paqe, zanat e Alfeas. Zëri jot, unë të njoh. Më thuaj, ti e Tresa?
princesh Leila, por si të do... Ma bëri Valtori me magjinë e tij. Më bëri magji dhe më verboi, por unë s'do të heq dorë. Valtori. Teresa, ti po qan? Valtori ka shkatëruar gjithë botën në nojore. Magjia e tij e keqe ka transformuar në përbindje shumicën e familjarëve dhe miqve të mi. Qyteti i Sirenave është shkatëruar dhe mamaja ime është në burg. Shikoni atje, porta e dimensionit Omega dhe kush po përpiqet të dalë. Janë pasuesit e mi dhe unë zotroj fuqinë e tyre. Shpresoja që ju të më ndihmonet, por tani e kuptoj që s'është e mundur. Valtori po mban peng mbretëreshën Ligjea? Unë s'mund të shikoj, por kjo s'do të thotë që s'mund të ndihmoj, Teresa. Në rregull, vajza. A jeni gati për një zhytje tjetër? Mendoj se ti e di përgjigjen, na u dhe hiq. Çfarë ke ti, Teresa? Dukesh e shqetësuar, ë? Mendoj se duhet ta dini që unë mbijetova sulmit të Valtorit sepse jam mbafa, dështova si luftëtare dhe si bi. Miqtë e mi luftonin për të mbrojtur mbretëreshën, ndërsa unë ngriva fare nga frika. E po frika është pjesë e guximit. Le të shkojmë tani. Na drejto për në qytetin e Sirenave. S'ma merr mendje se mendon që duhet të mbajmë frymën deri në fund të oqeanit, apo jo? Magjia ime do të kujdeset për këtë gjë. Më jepni duart. Kjo magji jo vetëm do ta transformojë ujin në oksigjen, por edhe do të na mbrojë nga i ftohti. Nova, eja shpejt këtu. Sa po më telefonoj mamaja nga Solaria, diçka të mërshme ka ndodhur. Po çfarë të jetë? Po, prandaj thuaj edhe neve foj. Mos ka gjë lidhje me babain tim? Ha? Jo, është për ty. Ha? Kjo mbledhje mbaroi, mund të largoheni të gjithë. Këtë herë, para se të ikni, mos harroni të nderoni Shimerën. Urime për princeshën e re të Solarias. Mami, jam shumë e lumtur. Nuk do të pendosh kur për këtë Redius. Shimera do t'jetë vajzë shumë e mirë sa jo mos mirënjosja Stella. Madhëria juaj, nëse më lejoni, kjo s'është e pranueshme. Vajza juaj është princesë sepse ka lindur e tillë, është kundër ligjeve të Solarias, t'ia mohojmë të titull. Asnjë nuk të pyeti për mendimin tënd, Chamberlain. Mbreti Redius gjithmonë është interesuar për mendimin tim. Ndoshta, por tashmë gjërat kanë ndryshuar dhe tani largohu, mbledhja mbaroi. Madhëria juaj, më dëgjoni, ju lutem. Largohu, të thash. Fol, mik i vjetër, unë po të dëgjoj. Vazhdo. A është vërtet dëshira juaj që kontesha Cassandra ta drejtoj këtë vend? E po pse jo? Tani largohu para se të fusë në burg dhe mos më kundërshto. Shumë shpejt unë do t'jem mbretëresha e Solarias dhe kur të bëhem e tillë do të merrem shumë ata që nuk më binden. Shumë mirë, mami. Nuk dua të tregojmë kaq e pasjellshme me punëtorët, por nuk mund të rrezikoj që të ndërryj njëri në planet tona. E gjithë kjo shumë shpejt do të jetë e imja dhe unë do ta mbroj dhëmb për dhëmb. Ja ku mbërritëm, qyteti i Sirenave është përpara nesh. Valtori po e mban mbretëreshën prapa pallatit mbretëror. Ai e ka mbyllur atë në fund të hendekut. Duket si një vend shumë i shkret këtu. Pas sulmit të Valtorit, të gjitha Sirenat u larguan. Qyteti ka mbetur bosh. Ja ku arritëm. Po na sulmojnë. Çfarë po ndodh? Teresa, ti çoje Leilën në një vend të sigurt. Në rregull. Forca vajza, le t'i kapim.
Nuk mund ta besoj. Ajo shimera e poshtë zuri vendin tim. Nëse ndonjëra nga ju nuk ishte e bindur, kjo tregon që babait tim I kanë bërë magji. Dhe tani asaj shimerës I duhet të përballet me mua. Ç'do të thuash, ti nuk mund të largosh, po sikur Griselda ta marrë vesh. Ajo nuk do ta marrë vesh kurrë, sepse ju do më mbuloni. Mirë, ku është plani? Asgjë e re. Magjia e zëvendësimit funksionoi një herë, do të funksionojë Po përsëri. jemi një më pak. Ke vetëm mua more loketën e veçantë. Unë nuk mendoj si duhet të rrezikojmë që të përfshijmë edhe Kiko në këtë çështje. Aha, por ju nuk numëruat Pifin. Jo, ajo është shumë e vogël për këtë punë. Oh, ja, është perfekte. Thjesht duhet të vazhdoj të flej. A nuk është e mrekullueshme? Unë do të kthehem shumë shpejt. Tani mund të vini të më ndihmoni të bëj gati rrobat. Çfarë po bëjnë ato? Çfarë po ju ndodh shoqeve të mia? Nuk e di nëse sulmi I me zjarr do të funksionojë në ujë. Mendoj se ka vetëm një mënyrë për ta marrë vesh këtë. Le të ikim shpejt përpara se ato të na sulmojnë përsëri. Të gjitha në hendek, vajza. Leila, Tresa nga kjo anë. Në rregull, po vim. Mos ndaloni, vazhdoni të notoni. Unë ju thash që ky ishte një gabim I madh. Pif, ku je? Ti po të ishe fëmijë, ku do të shkoje? Përse u largua pa në lajmëruar? Pif! Uleni zërin. Doni të zjoni të gjithë shkollën? Bërtisni me zë të ullën. Po kërkoni njëri zënjusha? Ndoshta një zënjush Stella? Oh, më falni, e shikoj që e pas keni një. Më duket se jemi në telashe. Unë nuk arrita shikoj fundin. Po ju? Jo, sepse nuk ka të tillë. Të paktën kështu thot legjenda e Hendekut. Më thuaj, Tresa, a të tren ty e Pak gjithë a kjo shumë. histori? Kujdes nga koralet, të presin njësoj sikur janë prej xhami. Duke qenë se koralet janë të përbëra nga karboni dhe kalciumi, ato janë të gjalla. Por më duhet ta them se kjo korale më duket më tepër e gjallë. Ajo po lëviz. Po kjo është kurora e mamas time. Dhe ajo është strofka e krakenet. Vajza, le të dalim që këtu. Një krijesë legjendare që jeton atje. Shumë kanë luftuar me atë, pa asnjë s'ka fituar. Valtori duhet ta ketë lënë atë për të ruajtur maman time. Kraken? S'kam parë kurrë një të tillë. E si është ky kraken? Është si ky. Vajza, shpërndauni! Oh, jo, më lësho! Tim! Oh, jo, Leila!
Tresa. Dakor, Tresa, liroje mbretëreshën dhe ktheu në sipërfaqe. Ne do të ndjekim Leilën dhe do të luftojmë me Krakenin. E dashur Tresa, kisha frikë se s'do të të shikoja kur. E po, duhet të falenderoj Zanat dhe princesh Leilën. Ato rrezikuan jetën për të ardhur deri këtu. Ato më ndihmuan, ndërsa unë veprova si një frikacake. Kjo është vajza ime. Mere, kjo është e jotja, mami. Tani, largohu që këtu. Takohemi më vonë. Tani duhet të bëj diçka. Më lësho për pindesh! Më lësho tani, po të thek! Nuk e dëgjove çfarë të tha Leila? Nëse nuk e kuptove, ne do të ishim të lumtura të të sqaroni më mirë. Kini kujdes kur të sulmoni se mund të dëmtoni Leilan. Ndim! Gjithçka në rregull, Leila, tani je e sigurt. Goditje e bukur, Tresa! Ej, sa mirë që po të shoh përsëri, Tresa. Mamaja ime është e lirë. Shpejt, largohemi që këtu. Vazhdoni para ju, takohemi më vonë. Princesh Leila. Shoqet e mia Wings janë akoma në shpellë. Prit, sytë e tu? Ti ke humbur shikimin. Ishte Valtori. Ai i bëri një magji të zezë. Princeshe dashur, guri koralor që është në skeptrin tim ka fuqi shëruese. Mund ta përdorim për të të kthyer shikimin. Është e vërtet mbretëresh Ligjea? Po, unë mund të të ndihmoj, po nuk kemi shumë kohë. Që skeptri të kthej shikimin, duhet që rrezet e fundit të muzgut të mblidhen në gurin e tij koralor dhe pastaj të reflektojnë në sytë e tu. Duhet të nxitojmë, po thuaj se është errësuar. Krakeni, u kthye! Sulmet tona mund të mos ndikojnë tek ai, por do të ndikojnë tek muret e shpellës. Bashkojni fuqit Wings. Magji e përqendruar. Goditje e mirë, vajza, Krakeni po tërhiqet. Tekna, shkatrimi i shpellës ishte pjesë e planit tënd? Jo, por unë nuk thash gjë që planimi ishte perfekt. Vajza, le të dalim që këtu. Mami, të lutem, fol me mua. Je një vajzë e guximshme, Tresa, jam krenare për ty.
Prit, skeptri i saj ka fuqi shëruese, mund ta shpëtojmë, por duhet të arrijmë në sipërfaqe përpara se të perëndoj dielli. Do krijoj unë një rrugë të shkurtër. Mbahuni fort. Udhëtimi do të jetë i vështirë, por shumë i shpejt. Ha? Merre shpejt, dielli pothuajse është zhdukur. Nuk mendoj se guri koralor ka fuqi të mjaftueshme për të shëruar 2 magji. Por mos u shqetëso Tresa, mamaja jote do të jetojë. Faleminderit, princesh. Jemi shumë krenare për ty, Leila. Çfarë po të kështu? Bukur është. E vërtet. Kjo është pamja e saj përfundimtare, Sizan, siç tha zonja Faragonda. Leila, sakrifica jote për mbretreshën Ligjea të ktheu të gjitha fuqitë tua, urime për këtë. Po, por çfarë? Çfarë ke? Unë akoma s'mund të shikoj. Kam akoma errësirë në sytë e mi. Leila arrin të shpreh fuqitë e saj magjike, duke u kthyer për herë të parë në një Super Wings. Po ashtu zbulimet e shoqërisë së dritës shpalosin të shkuarën. Come true.